Pas konsumit të gjalpit, mos e hidhni letrën, mund ta përdorni edhe për këto 3 gjëra të tjera. Kur hani gjalp, mos e hidhni letrën sepse ajo mund të përdoret edhe në disa mënyra. Për shkak sepse kur e konsumoni gjalpin, e palosni në gjysmë dhe vendosni në qese dhe fusni në frigoriferin e ngrirjes, dhe kjo do ju nevojitet. Kur në mbështetje të gjalpit të mbetur ende gjurmë të lyera, ai ende mund të përdoret, me të sipas nevojës mund të lyeni tepsin dhe tiganin edhe mund të shërbeni edhe për fërgimin e ushqimeve të lehta siç janë edhe ato që i gatuani. Para se të prisni tortën me thik e lyeni me letrën e gjalpit. Më lehtë dhe më mirë do të prisni tortën dhe aq më pak, sidomos ato të karamelizuara. Priteni një copë torte sikur të ishte edhe një thikë ëmbëltoreje. Letra e gjalpit mund të përdoret gjithashtu edhe për rrafshimin e mishit, sidomos duke vendosur mishin sipër letrës së gjalpit dhe duke e rrahur me çekiç, ju do të ofroni atij edhe të gjithë ushqyesi që gjalpi përmban. Kështu do të keni një mish më të shijshëm.